أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد falenderimet, lavdrimet, gjitha adhurimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Allahun e falenderojmë, falje, shpëtim dhe ndihmë vetëm prej Tij kërkojmë. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall për mirësitë e shumta, në veçanti e falenderojmë që na ka dalluar nga të gjitha krijesat me mendje, na ka dalluar nga gjithë njerëzit me iman, me islam dhe na ka bërë ummet dhe pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Paqja, mëshira dhe gjitha mirësitë e Zotit xhelle xhelalu qofshin për njeriu më të dashur, njeriu më të zgjedhur, vullën e pejgamberëve të mëparshëm Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, I cili erdhi mëshirë për të gjithë krijesat, në veçanti edhe për ta nxjerrë njerëzimin nga errësira e dalaletit në dritën e islamit, në dritën e imanit. Paqja dhe mëshira e Zotit qofshin edhe për familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe gjithë ata besimtarë të cilët mundohen që ta ndjekin sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në momentet e fundit të kësaj bote. Elus Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu azza wa jall mos të I devijoj zemrat tona pasi që I ka udhëzuar. Elus Allahun xhelle xhelaluhu që të na jep prej të mirave të kësaj botës dhe të ahiretit, të na ruaj nga zjarmi I xhehenemit dhe të na bëjë nasib xhenetin të cilin e ka premtuar dhe ka përgatitur për ata të cilët e kanë besuar Allahun te bareke ve teala. Elus Allahun xhelle xhelaluhu që Allah I madhruar të ndihmon muslimanat anë kanë botës, në veçanti vëllezërit tonë të cilët për çdo ditë po bombardohen në Gaza, ku elus Allah në madh nga kjo ditë e madhe, nga kjo ditë e bekuar e Ramazanit, që Allahu xhelle xhelaluhu të ndihmon, t'u aletëson ata që kanë shkuar te Zoti, Allah t'i ketë pranuar shahid. Dhe gjithë ata të cilët bën shkatrim tok, Allahu azza wa jall ti shkatron ti ban helaç me zvete ya rabbel alamin. Elus Allah në madh edhe këtë ditë e Ramazanit, Allahu xhelle xhelaluhu të pranon çdo vepër të mirë të cilën e keni bën. Allahu të ua shpërblen dhe t'ua shumëfishon dhe t'ua peshon në peshorën e veprave të mira, vepra të cilat ndoshta në sinin ton janë të vogla, por se ditën ku do dalmi para Allahut azza wa jall vërtet do të peshojnë shumë dhe Allahu xhelle xhelaluhu do ta shfaq shpërblimin para që kemi bën në këtë botë. Vëllezër të nderuar, padyshim se fjala më mirë është fjala Allahut azza wa jall. Ki Kur'an të cilin e ka zbrit Allahu xhelle xhelaluhu është Kur'an I mbushur me thesare që varësisht njeri çka don me marr prej Kur'anit e gjan. Varësisht njeri sa thellohet në mësimet e Kur'anit aq edhe merr. Sikur ai personi apo ai njeriu I cili shkon rreth oqeanit, ka të atill që I freskojnë vetëm këmbët e tyre, ka të atill që hinë dhe freskojnë gjithë trupin, ka të atill që zhytën thellë në thellësinë e oqeanit për të marrë ato margaritarët, për të marrë ata thesarët që fshihen në mesin apo në thellësinë e oqeanit. Kështu është edhe Kur'ani. Varësisht besimtari si I qasët Kur'anit, ashtu edhe I merr ato mesazhe të cilat Allahu xhelle xhelaluhu na jep në Kur'an. Kur'ani padyshim se është libri I Allahut azza wa jall dhe ky Kur'an na e tregon të kaluarën, na e tregon të tashmen dhe na e tregon edhe të ardhmen. Nëse I qasmi të kaluarës, Allahu xhelle xhelaluhu përshkruan dhe tregon shumë ngjarje, shumë histori të popujve të kaluar. Allahu azza wa jall Kur'an gjithashtu ka obliguar gjëra me të cilat ne obligohemi dhe jemi të detyruar që në moment të I krijmë ato adhurime. Gjithashtu Allahu xhelle xhelaluhu e tregon edhe të ardhmen se çka ka përgatitur për robrit e tij, ata të cilët e kanë besuar Allahun xhelle xhelaluhu dhe ata të cilët e kanë mohu, padyshim se vendi I përhershëm I muslimanëve është xheneti dhe vendi I përhershëm I pabesimtarëve është xhehenemi. Allahu na ruaj te rabbil alamin. Vazhdojmë me kuptimet e surave të shkurta. Kemi arritur tek surja e 105 që është e renditur në renditjen e Kur'anit. Bëhet fjalë për surën El Fil,
është e njohur në mesin e besimtarve, për arsye se në të ka ndodhur një ngjarje e madhe që Allahu xhallahu xhelalu e përshkruan. Para kësaj sure pra shpjeguam në javën e kaluar surën El-Humaza dhe i treguam mesazhet e kësaj sure, treguam që Allahu azza wa jall i kërcënon gjithë ata që tallën për qeshen me të qetë, të cilët të bojnë pasurinë dhe mendojnë që pasuria e tyre është e përhershme dhe do t'i bën ata të pavdekshëm. Treguam se jo, nuk është kështu, po Allah azza wa jall thotë pikërisht këta do të hudhen në zemë të xhehenemit, që është i përgatitur dhe i flakruar për gjithë ata që i posedojnë këta cilësi. Kjo sure El-Humaza dhe me surja El-Fil e kanë një lidhshmëri ku Allahu azza wa jall do të na i bëjë me dije se çdo kush i cili ka pushtet, çdo kush i cili ka forcë dhe i shkel kufin të Allahut azza wa jall, padyshim që do të vjen nga çasti në çast dënimi i Allahut te bareke wa taala. Andaj pra dhe në surën El-Fil, pra andaj dhe surja është emërtu, kena thonë se shumica e sureve në Kur'an emërtohen mbas të asaj përmbajtjes që ka brenda surës. Pra surja El-Fil është surja e elefantit. Surja e elefantit, siç e dim që ka ndodhur një ngjarje e madhe që Allahu xhallahu xhelaluhu e informon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pse pejgamberi alaihi wasallam nuk i kishte arritur këtë ngjarje, por se Allahu xhallahu xhelaluhu ia tregon këtë ngjarje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu xhallahu xhelaluhu, bismillahir rahmanir rahim, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Vallë, a nuk ke dëgjuar ti se çka bani Zoti me zotruesit e elefantit? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. A nuk aprishi atyre këtë kurth? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala alayhim tayran ababil. I shkatroi me disa zoq që tufe shkuan dhe e sulmuan ushtrien e këtyre që kishin organizuar për me shkatru Qabën. Tarmihim bi hijaratin min sijil, dhe i kanë gjojtur me gurales, me gjorze të vogël, dhe i kanë shkatruar. Faj'alahum ka'asfin ma'kul, dhe përfundimi i tyre i dhimbshëm, dhe Allahu azza wa jall i bani copa dhe i shkatroi. Vëllezër të nderuar, siç dihet që para ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gadishull arabë kanë qenë muslimanët në përkëmbër, s'kan pas ndonjë mbret që i ka udhëhequr ata. Në atë kohë ka jetu një mbret në Abisini, në Etiopinë e sotshëm, i cili ka qenë një mbret krishter, ka qenë një mbret zullumçar, dhe patyshim si çdo mbret që i ka ato me këmbësit e tij, një prej tyre ka qenë edhe Abraha el-Ashram. Ka qenë Abraha që kimbreti e kishte caktuar si mëkëmbë, si guvernator në Yemenin e sotshëm. E kishte zgjedhur që të jetë si udhëheqës në Yemenin e sotshëm. Dhe kimbret, pra Abraha, e ndërton një shtëpi duke munduar ta ngjason me Qabën, me shtëpinë e Zotit xhelel xhelalu, dhe i tregon këtij mbretit, thuhet se ka qenë Nejashiu, por jo Nejashiu që ka jetuar në kohën e pejgamberit sa, një Nejashi që nuk i ditë emri saktë se e ka pas, por llogapin e ka pas edhe Nejashi, që ka jetuar dhe ka qenë krishter. Dhe e përgëzon thot, ta kam ndërtuar thot në Yemen thot, edhe unë e ti një qabë të vogël, një qabë për ti, duke synuar që njerëzit mos shkojnë më në Qabën me e vizitu, por se shkojnë tek ky vendi ku e kishte ndërtuar Abraham. Normalisht arabët pra ende ishin në atë fitrën e pastër, në fenë e Ibrahimit alayhis salam, dhe më thonë edhe pse kishin devijuar, kishin filluar të i adhurojnë idhujt, megjithatë e kishin atë nderin, respektin për Qabën e bekuar. Dhe njerëzit shkoshin grupe për ta vizituar shtëpinë e Zotit xhelel xhelal. Dhe ata i xhelezonin, kimbreti Abraha xhelezonte, donte që njerëzit të kthente nga qabja, nga ajo shtëpia që e kishte ndërtuar, dhe kishte dashur që ta përgëzon atë mbretin që e kishte bërë më këmbës në Yemen. Edhe kur dëgjojnë disa prej fisëve arabe, kureshitëve, kur dëgjojnë që ai e ka ndërtuar një diçka të tillë sikur qabja, çka çohen edhe shkojnë atje dhe shkojnë si më thonë, e përçmojnë shtëpinë e tij që e kishte ndërtuar, dhe me të ndëgjuar Abraha, çka ai revoltohet dhe kërkon ndihmë nga mbreti i Etiopisë, kërkon një ushtri
kërkon një elefant të madh, çka shkon ta shkatron qabën e Zotit xhelle xhelal. Dhe kështu pra organizohet ki Abraham me ushtrinë e tij e merr një elefant dhe disa elefant tjerë siç kanë ardhur në transmetime dhe e organizojnë për shkuar për ta prishur qabën e bekuar. Normalisht gjatë rrugës, siç ka ardhur në për transmetime, se ka luftuar me disa ka luftuar me disa të cilët edhe pse kanë qenë musliman, por thamë që ka pas prej kurishitëve, fisëve që kanë dashur me mbrojtë qabën. Mirë po ka qenë një ushtri për 60.000 vete, siç ka në për transmetime, një ushtri e madhe dhe s'kan mujt me përballu asnjë ushtri tjetër për me e luftu. Dhe kështu që derisa mrin në Taif, thënë kanë në Taif, deri atje, edhe atje nuk kanë mujt me ndalu dhe i tregojnë një prej tyre që ka qenë prej kurishitëve, i tregojnë se ku është qabja e bekuar. Dhe Abraha afrohet afër qabës së bekuar në një vend të caktuar ku stacionon aty dhe e çon një prej njerëzve të tjera me thirr atë përgjecin e kurishitëve. Patyshim që mesin e kurishitëve më i përzgjedhur ka qenë Abdul Mutalibi, gjyshi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka pas pamje të bukur dhe ka qenë i mençur dhe për atë dhe e patën zgjedhur që në kësi lloj rastesh ai të takohet me mbretër, me njerëz që kanë pozitë dhe kanë famë. Dhe Abdul Mutalibi shkon dhe takohet me Abraham. Abraha kishte kitë diçka synim tjetër, nga pamja që e pa Abdul Mutalibin, mendoj që ki do të kërkon diçka që mos të e prishin qabën e Zotit xhelle xhelal. Mirë po, normalisht ki kishte bërë zullum, qish kur kishte fillu nga rruga e tij nga Jemeni, kishte bërë zullum, jo kishte marrë begatit komplet, dele, dhene, deve, çka ka pas, çka ka gjeti ka marrë. Edhe Abdul Mutalibit ja ka marrë gjithë mallin që e ka pas. Ato delet, ato dhent, ato deve që ka pas, të gjithë ja ka marrë. Dhe Abdul Mutalibi thot, unë ka marrë shumë për diçka. Thotë, unë thot, jam pronar i kafshëve të mia, i deleve të mia. Unë thot, kërkoj vetëm me milëshue devet apo delet e mia. Thot, edhe qabja ka një zot që do të ruan. Thot, kjo është puna jote, çka dush bë. Dhe Abraha kur dëgjon këto fjalë, edhe mahnitet, thot, nga pamja që të pash, thot, mendova që do të kërkosh diçka tjetër, dhe pa që nuk ka vlerë Abdul Mutalibi në sytë e tij, dhe ja jep mallin që ja kishte marrë, dhe Abraha bashkë me ushtrinë fillojnë që të drejtohen drejt qabës për ta shkatruar. Në këtë çast, këtë elefant të madh që e kishin përgatitur, që në kaluar i kanë përdorur elefanat për me bësh shkatrime, elefanti nuk ecë, nuk lëviz. Dhe këtu është një mesazh për Zotin xhelle xhelalu se janë duke e bën një gjunat madh, në të bën një dëm shumë të madh. Janë duke shkel në to vijat e kuqe. Do të thoshte një mesazh para lajmërues, para se të tentojnë ende për ta shkatruar shtëpinë e Allahut te bareke ve teala. Kur e kthen elefantin ka Jemeni, elefanti ec. Kur e kthen ka qabja, stopon. Nuk ec. Kafsh, mirë po edhe kafshat janë në urdhën e Allahut te bareke ve teala. Allahu xhel i përdor edhe kafshët e njëherë për me mush me mend njerëzit. Dhe pastaj këta tentojnë gjithçish që me shkatru qabën dhe Allahu xhel xhelalu në këtë çast pra largohen gjithë kurajshitët nga vendi për të pasur çfarë do të ndodh. Atëherë siç ka në transmetime shohin se vinë nga çasti në çast zogj tuf dhe i sulmojnë një nga një. Andaj Allahu azza wa jall thot bismillahirrahmanirrahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Thot a nuk i ke pa ti ato zotruesit e elefantit. Pra kishte për qëllim Abraham dhe ushtrinë e tij. Ushtrinë e tij që tham ishte një numër i konsiderueshëm prej 60.000 vete. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. A nuk i ke pa ti o Muhammed se Zoti çka bani me pronarët e elefantit. Këtu kanë thënë dietarët, Allahu xhallal xhelalu ju ka drejtuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por ju ka drejtuar edhe gjithë umetit e tij dhe të pranishëm. Pse ka thënë alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Pse nuk ka thënë Allahu xhallal alam ta'lam anna rabbuka kayfa fa'ala bi ashabil fil? Fa nuk e dinti, por ka thënë nuk e ke pa.
Për arsye se kishte ende njerëz që e kishin pa me sytë e tyre ngjarjen. Ishte Abdul Mutalibi, që ka në transmetime që i ka pa zogjt duke dalë prej detit, duke shkuar drejt Qabës për ta shkatruar ushtrinë e Ebrahas. Mirë po pejgamberi alayhis salam nuk e ka pa. Mirë po Allahu azza wa jalla do me tregu se është një ngjarje e vërtetë që ka ndodhur. Dhe i thot pejgamberi alayhis salam, a nuk i ke pa sikurse më e pa me sytë e tu. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, a nuk i ke pa zotin tënd se çka ka bën me ushtrinë e elefantit. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. A nuk u aprishi planin atyre. Sa njerëzit mundohen të më thonë me bëj kurthe, wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Njerëzit mundohen me ato kurthat e tyre me bëj shkatrim me fesat në tokë, mirë po Allahu azza wa jalla çdo herë i ka prit. Çdo herë u aprish planet, edhe pse ata mendojnë që e kanë realizuar planin e tyre, mirë po përfundimi për çdo ka ardhur në mënyrën e papritur nga Allahu te bareke wa taala. Wa arsala alayhim tayran ababil. Shikoni Allahu të nderuar, Allahu xhelel xhelalu mbretërit më të mëdhenj i ka shkatruar me insekte më të mëdha. Me diçka më të mëdha. Këto e kishin marrë një elefant të madh me shku me prish Qabën, Allahu xhelel xhelalu e çon një zog të vogël, me kallzu se ai është krijesë e Allahu te bareke ve teala. Nëse ti i shkel kufit e kush, nëse ti e lufton Allahun xhelel xhelalu, Allahu të lufton me diçka më të mëdha. Andaj kanë thënë se kanë qenë disa zogj e babil, zogj të cilat kanë pasur në kaçepin e tyre gurës të flakruar dhe e kanë gjojtur çdo kan. Thotë edhe emrat e ushtarëve kanë qenë në secilin gur, pra kanë qenë të shkruar se cilin merr. Wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil, pra të cilët i gjuajtën me gur prej baltës të pjekur, se gurzi të fortë, gurzi të flakruar, që thot Allah xhel fe ja'ala hum ka'asm ma'kul, kur e kanë gjujt, domethënë ka dëbërtu në anën tjetër. Ka'asfin ma'kul, dhe i kanë bën trupin e njeriu, e kanë shkatruar në të mënyrë sikurse ato gjethat, kanë thonë dietat e kanë komentuar kështu, ato gjethat që bin tokë dhe i hajnë insektet, ose ato fletat që i hajnë kafshët i grimcojnë dhe një pjesë e lanë, një pjesë e grimcojnë. Ka'asfin ma'kul, sikur diçka që e kafshon kafsha. Kështu Allah azza wa jall i ka bërë trupat e tyre, në mesin e tyre e ka shkatruar edhe Abraha al-Ashra. Edhe pse që pastaj kthehet, Allah azza wa jall gjithashtu ia çon një sëmundje dhe vdes në mënyrën sa më të keqe. Andaj kjo sure, vëllezër të nderuar, e tregon një realitet që kishte ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse dietarët kanë diskutuar kur ka ndodhur, por mendimi më saktë është se kjo ngjarje ka ndodhur në vitin kur ka lindur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Disa kanë thonë 40 vite, 50 vite, 70 vite para se të lind pejgamberi alsam, por se mendimi më saktë është se kjo ngjarje ka ndodhur pikërisht atë vit kur ka lindur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj dhe këtë ditë e patën bë arabët si simbol kur dëshin me tregu diçka, thëshin në vitin e elefantit. Sepse kishte ndodhur një ngjarje e madhe dhe thamë shumë pranishëm që ishin ende gjallë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e kishin pa me sytë e tyre këtë vërtet, se Allahu xhallal xhelalu çfarë ka bën me pronarët e elefantit. Vëllezër të nderuar, thamë që edhe kurëshitët nuk kanë qenë për atyre që e kanë besuar Allahun xhallal xhelalu, mirë po për shkak që kanë pasur respekt të veçantë për shtëpinë e Zotit xhallal xhelalu, Allahu azza wa jall i mori në mbrojtje. Allahu e ruajti Qabën. Allahu e ruajti Qabën dhe i ruajti ata të cilët jetonin në Qabë nga kurthat, nga ushtria e Ebrahas që kishin dashur ta prishin Qabën, edhe të luftonin edhe kurëshitët edhe të marrin vendin. Mirë po ishte një mesazh nga Allahu azza wa jall se çdo kush i cili mundohet me luftu dinin e Allahut azza wa jall aq më shumë, me sulmu shtëpinë e Allahut azza wa jall, Allahu xhelel xhelalu do t'i jap përfundimin këtë mirë. Allahu s'na rojë Qabën, po edhe xhamia ka raste, edhe xhamia kur kanë dashur me shkatru, Allahu subhanahu wa taala her pas here u ka treguar fuqinë e tij. Edhe tash fuqia e Allahut azza wa jall është e madhe. Ne kemi treguar se Karuni një mbret zullumçar
Allahu Azza wa Jall me një mushkon e ka mbyt. Abraham me një burr të vogël që ka çuar për mes zogjve e ka mbyt. Kur don Allahu Azza wa Jall, pa dyshim që ai shkatron, po në shumicën e rasteve Allahu te bareka ve teala don me pa atë vullnetin ton, don me pa atë përkrajen ton që kemi për dinin Allahu te bareka ve teala. Edhe pse qabja në këtë rast Allahu xhelel xhelalu e ka ruajtur qabën. Qabja ka pas tentativa të shumta për të shkatruar, po si ngjarje e madhe që ka ndodhur është ngjarja e Abrahas me elefantin e tij. Edhe pse qabja prap nga i njëjti vend që ka cek Allahu xhelel xhelalu prej Etiopisë së sotshme, do të vjen një njeri ka thonë, edhe janë shpeshjenja të Kiametit, qabën do ta shkatron një njeri, një zezak i dopt, do të vjen dhe tulla ka me shkatru qabën, mirë po kjo do të jetë në çastet e fundit kur prishet dunja. Domethënë të njëjtit njerëz prej të njëjtit vend do të vinë çish kanë dashur në prish atëherë, po Allah e ka mbrojtur në periudhë, ndërsa në periudhën e fundit prishenjave të Kiametit do të vjen një zezak, një njeri i dopt, ku më njerëzit nuk do të kenë respekt për qabën, nuk do të avizën askush qabën, ki njeri do të vjen dhe tulla, do të jek një nga një dhe do të shkatron qabën, e që nuk do të ketë më atër musliman, atër do të jetë momenti i fundit ku do të bënd Kiameti, dhe kështu edhe qaba shkatrohet, pastaj shkatrohet edhe dunjoja dhe shkatrohet gjithçka dhe të gjithë një ditë do dalmi para Allahu te bareke ve teala. Andaj të shëndruar kjo sure, mesazhin më të madh na jep se çdo kush i cili i shkel kufit e Zotit xhelel xhelal, çdo kush i cili e lufton fen Allahu te bareke ve teala, le ta dinë që përfundimin e ka siç e pat Abraham, siç e patën edhe ata që ishin me ndjemdhë, që jetuan para nesh, mbretër të cilët e luftuan në Allahu Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall i shkatroi dhe i la shembulltir të keqe për gjithë ata të cilët mundohen me luftu dinin Allahu te bareke ve teala. Andaj Alus Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhelel xhelaluhu ta ruaj dinin e tij. Alus Allahu subhanahu wa taala që Allahu azza wa jall neve të na forcon që jemi prej atyre që in yansurullaha yansurkum. Nëse ne e ndihmojmë Allahun azza wa jall, po dyshim që Allahu azza wa jall do të lëshon rahmetin dhe ndihmën e tij tek besimtarët. Alus Allahu azza wa jall që Allahu xhelel xhelaluhu t'ua kthen krenarin besimtarëve siç kanë qenë gjeneratat e para. Alus Allahu subhanahu wa taala që rinin ton ta uzon, alus Allahu xhelel xhelal që plesve ton të jap shëndet, të vdekurit ton të mëshiron, alus Allahu në madh që këtë iman që ne ka dhënë, Allah të na ruaj për arsye se do të jetë dritë në natën e varrit dhe do të jetë shpëtim ditën kur dalmi para Allahut te bareke teala. Allahu na mëson që me jetu me iman me islam dhe kur të ndahemi nga kjo botë, të ndahemi në fjalën më të mirë, çelësin e xhenetit, fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.